Ka njerëz o musliman që sillen në këtë formë me Allahun Azza wa Jall. Për shembull, i thonë Allahut Azza wa Jall, nëse ma largon këtë smuj, unë kam e dhënë kaq sadaka, ose nëse ma mundson Allahu me pas këtë mirë, ose ma largon këtë keqe, unë kam shku një herë në numër për hir të Allahut Azza wa Jall. A lejohet kjo formë e sjellnit me Allahun Azza wa Jall kështu? Nëse ma bën këta, unë e baj këta. Jo musliman, kjo nuk është e mirë, kjo nuk bjen me hajër heq. Kështu ka thonë Muhamedi a.s. Kjo nuk bjen hajër. Kështu sillet veç kapraci. Do të thonë, nuk sillet kështu me Allahun Azza wa Jall. Nuk i thuhet Allahut Azza wa Jall nëse ma shëron e vladin, unë kom e preni kurban, ose unë kom e bë këta, kom e dhënë këtë sadaka. Nëse më shëron, nëse ma jep këtë mirë, nëse ma mundson me martu e vladin, ku me bë këta, kështu jo musliman, kështu mos vepra. Kështu mos vepra. Kujdes, kujdes, kujdes. Mos u sill kështu me Allahun Azza wa Jall. Bëj çka të mojsh për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe lut Allahun Azza wa Jall për mirësisë tina. Do të thonë, mos e provo me marr mirësinë e Allahut Azza wa Jall se ti e ban. Jo kështu musliman. Kush je ti me bë diçka? Ti me kanë me bë kështu shëru vetën e vladin. E kështë martu e vladin me kanë ti i cili mundesh me ba diqka. Të mënë ti e ke pa që së më ban kur gja, ta është i thua Allah asë gjë në qofë se e ban ti, unë e baj për ty. Kush je ti me ba diqka për Allah? A pëtin qka i të thonë ti? Ti realisht ti e ke vërtetu që në s'po muj me ba kur gja. Banet është ti për mu së unë e baj, kujnë e i të thonë shto? A për mërve shka i të thonë? Shambull, edhe shambullit për njerëz që mirën janë larg shembujve të Allahut. Mirë po, e sa me kuptu, është sikur kur i thuti një miliarderit, bama, ndërtoma ati një shtëpi se unë e bajtë një diçka për ty, çka ban ti për ta? Ja bli një gotë ujë, çka ban ti për ta? Nuk i thuhet ati në ashtu, i thuhet, mëqme mu ma nëjsh një shtëpi, nëjshma se s'kam, ama jo nëjshma ati mu një shtëpi se une në tjetër vjetë ta bi një litër ujë. Qështu që kjo është ai që jo kështu musliman. Kështu mos u sillni me Allahun Azza wa Jall. Thuaj Allahut Azza wa Jall do shëroa, një mana, lehtësana, ana mirësi. Ama jo unë e bam ati kështu jo me Allahun Azza wa Jall. E lusëm Allahun Azza wa Jall me në një kujdes. Në qofë se ke ba, atëre konsultua një hoxhë dhe kallëzoj çështu e kom ba, çysh me vepru tani. Në qofë se ke ba, konsultua dikon një hoxhë edhe thuj kështu kom vepru, qysh mi aba tash, për shkak se në qofë se ke thanë këtë premtim duhet me kry. Për shembull, në qofë se ke thanë ti, nëse ma jep Allahu Azza wa Jall këtë mirë, unë ku me ba qëta, edhe kjo puna që ke premtu me ba, u ka në mirë, do të me ba tani. Si për shembull, thu, në qofë se ma shëron Allahu e vladin, unë ku me ba një umre, duhet me ba. Po në qofë se është e keqe, nuk ban me ba. Për që ta po thëmë, e këshillon një imam, në qofë se ke ba kësi premtimesh qysh me vepru, Allahu Azza wa Jall na lehtësoft prej tash, kur mos ba kësi premtimesh, kur. Mos i thuaj Allahut Azza wa Jall në qofë se ma ban në të baj këta. Kështu jo me Allahun Azza wa Jall. Dhalikumullahu rabbukum. Ky pra është Allahu, rabbukum, ju ka kriju juve, ju ka formësu juve. Ti ka dhënë këtë mirësi, edhe ti ban kësi pazarësh. E lusëm Allahun Azza wa Jall me bë për muslimanët mirë.